Për sa i përket adoleshencës, fillon relativisht herët me këtë brez. Kur kaltër ishte 12, filluan sinjalet e para. Më lër të qe, dua të ri në dhomën time, dua hapësirat e mia. Sigurisht që ti numëron deri në 10, 9 herë bën sikur nuk dëgjon, të 10-ën thua ç'ke për të thënë. Por kam qenë gjithkohë duke përgatitur vetëm për atë momentin e vështirë, por ai momenti i vështirë s'ka ardhur akoma. Kam qenë me fat, mund të them, jo vetëm fat. T'japim Cezarit që është Cezarit, është edhe puna ime e përditshme me ta. Kur kaltra hyri në këtë moshën 12 vjeç, unë ndalova së bëri orë më të gjata puna. Tash unë duhet gjendem në shtëpi çdo ditë para tyre. Pra kur ata vinin në shtëpi, unë isha në shtëpi. Dhe bëra shumë mirë, më erdhi instiktive kjo gjë. Ti mendon që fëmijët nuk e vënë re, por në fakt e vënë re.